Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. Të dashurit e mi, vëllezër të nderuar, me lejoni nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit tim t'ju përshëndes të gjithëve ju që jeni në xhami me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duke e lutur Allahun e madhërum, e hapum këtë ligjërat që të na sjell Allahu mundësi që ta flasim të vërtetën dhe nëpërmjet të vërtetës të arrijmë kënaqësinë e Allahut, duke dërguar shumë salavate dhe shumë selame Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, vula e pejgamberis, mësuesi i mbar njerëzis, i cili erdhi për t'i shpëtuar njerëzit nga errësirat e shirkut, kufrit dhe mëkateve, për t'i drejtuar drejt dritës së vetme islame, e cila i shpëton njerëzit në jetën e kësaj bote, në jetën në varreza dhe në jetën e përjetësisë kur do të dalëm para Allahut të madhruar. Të nderuarit e mi, sonte me lejen e Allahut të madhruar do të flasim për një temë e cila na dikton nga rrethana çfarë jemi, për shkak se jemi në prag të muajit shenjtë Ramazan dhe është shumë normale që të flasim për mirësitë e muajit shenjtë Ramazan, të cilat janë shumëta, të cilat janë shumë dimensionale. Besimtari prej tash e ndjen aromën e muajit shenjtë Ramazan, i cili shumë pak ka e që nuk ka ardhur, shumë pak kohë, shumë pak ditë, por me lejen e Allahut i lutemi dhe i përgjerohemi që Allahu Dhul Gjelal të na mundsoj që ta presim edhe të njëjtën kohë dyert e oborreve tona, dyert e shtëpiave tona, por pse jo edhe dyert e zemrave tona t'i hapum për shpreh mirëseardhje jashtëzakonshme për këtë muaj të bekum, për të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka veçu, e ka ngrit, madje për këtë muaj kaq të madh, kaq të bekum, Allahu Dhul Gjelal i hap të 8 dyert e xhennetit, edhe i mbyll të 7 dyert e xhehenemit. Për shkak se ju e dini se xhenneti i ka 8 dyert dhe xhehenemi i ka 7 dyert. Allahu Gjelle Gjelaluhu për këtë muaj i prangos edhe i lidh shejtanët e mallkum në mënyrë që robërit e tij, pra ne besimtarët e Allahut, të kemi qasje më serioze drejt faljes së Allahut, kur këtë muaj Allahu Gjelle Gjelaluhu pret prej neve që ne të përgatitemi seriozisht me adhurimet tona, me agjerimet tona, me sadakat tona, me zeqatet tona, me gjithë ato mundësi që i kemi, me një fjalë me krejt kapitalin e adhurimeve tona, që të fitojmë mundësinë që të radhitemi në listat e faljes së Allahut Dhul Gjelal. Dhe transferimi prej listave të hidhrimit të Allahut në listën e kënaqësisë së Allahut. Kjo është mundësia e artë që na ka dhuru Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë muaj. Andaj të dashurit e mi, nëpërmjet këtij agjerimi, ne do duhet përgatitemi që t'i pastrojmë zemrat tona, për shkak se zemra është ena që e pranon, vëllezër të dashur, imanin, që e pranon fjalën e Zotit. Prandaj në një enë e cila ka shumë papastërti, nuk pranon fjala e Zotit në atë enë me zbrit. Nuk pranon, vëllezër të dashur, ena me një fjalë nuk pranon imani me qëndru dhe mu stabilizu. Prandaj na shpejt lodhemi në kryrjen e ritualeve tona, në kryrjen e adhurimeve tona. Edhe si rrjedhoj e kësaj lodhje është refleksioni kryesor që ne do duhet hulumtojmë, i madh i vogël, plak e ri, grua, fëmijë,
Të hulumtojmë që zemrat tona duhet me I pastru. Kur është koha më e përshtatshme se sa pikërisht në këtë muaj. Andaj e ka thonë Uthmani radiallahu ta'ala anhu, pas tij e ka thonë Hasan el Basriu e shumë dietarë tjerë, që kanë ardhur shekuj pas shekujve, kohë dhe dekat pas dekate, kohë pas kohë, sikur zemrat e juaja të ishin të pastërta prej mëkateve, nuk do të ngopeshin lexim të lexuarit e fjalës Allahut. Atë shumë do të kënaqeshit duke lexuar fjalën e Zotit, saqë kishit me harru për të ngop ndaj leximit fjalës Zotit. Mirë po mëkatet janë aq të mëdha, saqë shumë shpejt lodhemi të lexuar fjalën e Zotit. Për shkak se muaji Ramazan është muaji I Kur'anit. Allahu Dhul Jalal ka thonë Kur'an shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allahu Dhul Jalal thot që Ramazani është muaji I Kur'anit në cilin ka zbrit fjala Allahut Jalla Jalaluhu. Prandaj Allahu Dhul Jalal na mundsoft ja Rabbi që në këtë muaj të arrijmë të dashurit e mi që të pastrojmë zemrën tonë edhe të njëjtën kohë të ngritemi në lartësirat e vedijes së madhe që fatkeqësisht sot më të madhe po I mungon muslimanëve dhe po na mungon të gjithëve në përgjithësi. Për shkak se muaji I Ramazanit neve na rikujton të dashurit e mi me shumë fitore të mëdha. Një prej fitoreve kryesore që janë të qëndisura këto fitore në kalendarin islam janë 3 kryesore, e cilat lidhen me obligueshmërinë e muajit shenjtë Ramazan, me të njëjtën kohë, në të njëjtin vit. Nëse ju pyet dikush këtë muaj të cilin ju po agjeroni, cilin vit është bë farz me agjeru, ju mos harroni me I thonë vitin e dytë sipas kalendarit hijri. Në vitin e dytë sipas kalendarit hijri. Pikërisht në këtë vit ka ndodhur 3 ngjarje madhore. Mas pari, obligueshmëria e muajit shenjtë. Obligueshmëria e agjerimit muajit shenjtë. E dyta, fitoria e madhe në Bedër. Edhe e treta, kthimi ka kibla muslimanëve në Qabën e bekuar. Do të thotë se deri dje, ose më mirë me thonë, deri sa ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pastaj kanë kaluar 2 vite, muslimanët këtë kohë, 13 vjet në Mekë, edhe 2 vjet në Medinë, do të thotë 15 vite janë falë në drejtim Mesxhidul Aqsas. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zemra e tij, shpirti e tij ka qenë I kthyer ka kibla e bekuar, ka Qabja e madhnume. Edhe vazhdimsi ka qenë kërkesa e tij drejt Allahut që me e mundsu kibla e muslimanëve me kanë Qabja e bekuar që sot. Pikërisht në këtë vit që është bë farz Ramazani, është bë farz agjerimi I muajit shenjtë Ramazan, edhe kthimi I kiblës është bë farz. Edhe fitoria e muslimanëve në krye me Muhammedin alayhi salatu wasalam, një fitore e cila I tejkalon për mosat e matematikës materiale. Në asnjë milimetër nuk ka qenë të barabartë ushtrit, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalë për me luftu, por ka dalë vetëm ju tregu se deri sot keni kalu kësaj dhe lirshëm, tash e tutje dine se këtu ka rregull, ka rend, ju në vatonin të nuk na lat. Edhe tash po na kaloni pranë këtij vendi, cilën ju neve na keni përzon nga vatani junë. Mirë po Allahu Dhul Jalal ka dashur që të ngadhënjej haku drejt edhe kundrejt batilit. Edhe ashtu ndodhi që dashti Allahu. Edhe kështu që vëllezër këto 3 ndodhi janë ngjarje dhe adresa që sa herë që vjen muaji I shenjtë Ramazan, neve na rikujton me këto 3 ngjarje madhore, për të cilat secili musliman I gëzohet kësaj arritje të madhe të muslimanëve. Agjerimi I muajit shenjtë, një prej qëllimeve është me lartësu shpirtin, me pastru shpirtin, me pastru zemrën, me kthjellu mendjen. Një prej qëllimeve është me ngrit edukimin moral, I cili
kjo edukat, ky moral është shumë për tokë. Një prej qëllimeve është njeriu mu pregadit që me mbizotru epshin, nefsin e tij, që me anë të agjerimit m'ia bo me dije nefsit ti se ti nuk ke të drejt udhëheqjen time, por ti do duhet të jesh i udhëheqën, jo ai i cili udhëheq. Me një fjalë, populli e ka thonë të na, këtu tek shqiptarët, ai i cili është i ngjit, nuk ja beson atij i cili është und. E në Ramazan është mundësia që të pasurit seriozisht me menu për të varfërit. Sepse vetë janë të uritur, janë të etur. Edhe është shumë normale që në kësi lloj rrethona të agjerimit me ja besu atij i cili nuk ka. Pastaj njëra prej qëllimeve është të bëhet një stërvitje shpirtërore, emocionale, edhe për më na tregu Allahu dhul xhelal se fitoret dhe triumfet që i kom pregadit dhe bereqetet që i kom pregadit për ju, o robrit e mi, nuk mundeni të fitoni individualisht. Ato fitohen kolektivisht. Agjerojnë muslimanët zbashku, bojnë syfër, zbashku bojnë iftar, zbashku falin namazën, edhe me një farforme edukohen se du të më konë bashk. E ka ditë Allahu se shejtani nuk rënduar lidhur për balë robëve të Zotit. Pastaj Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka obligu këtë muaj të shenjtë mënyrë që ne të lidhemi më shumë me zveti. Andaj, në këtë kuptimin e fjalës, është shumë normale që ne të përmallohemi dhe jemi përmallu shumë për të ataku atë muaj të bekum. Edhe inshallah Allahu Gjelle Gjelaluhu na jep mundësi që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut në mënyrë që të futemi në garën e madhe, në të cilën atë garë dhe atë marsh e kanë ecë me miliona musliman para neve, e na këtë kohë e deri në ditën e kiametit me miliarda njerëz do duhej ta esnin atë rrugtim të mbarë, në mënyrë që të futemi në mundësinë për të fitu kënaqësinë e Allahut. Për shkak se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk dën me i denu robërit e tij, por Allahu dën me i shpëtu robërit e tij. Por Allahu dën që nëpërmjet këtij agjerimi, buzët e thame, fytat e terun, borxhet tona të zbrazta, të eqtum dhe të untum, për t'ja bo me dije vetvetes, pastaj dhe të tjetrit, se o njeri shikoje madhështin edhe fuqin absolute i cili është e veçanta e Allahut. As nuk han, as nuk pin. Edhe kotja gjumi nuk e nxan, edhe gjithmonë Allahu është i fuqishëm. Ti, i cili je i lidhun për ushqimin tën, për pijen tone, a pishe sa i dopt je? Vetëm pak kemet eqt, për pak ko kemet und, për pak ko je distancu për disa lejesave që jashtë ditës Ramazanit, i ki halal. A peshe se ki nevoj, mos me konë mendje madhë, por ki nevoj me konë modest para Allahut, pastaj para rëbëve ti. Pastaj vëllezër të dashur, në këtë muaj të shenjtë, të bekum, përveç se mirësitë e tij janë të panumërta, përveç se hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhehenamit, prangosën shejtanët e mallkum. Vëllezër të dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë muaj e ka veçu edhe me një gjë të cilën Allahu Dhul Gjelal e don për robët vet, ajo ndjesi mu kuptu. Cila është ajo? Era e gojës agjerusit, e cila është një erë e pakëndshme, por të Allahu është më e dashur se sa parfumi edhe çfarë do lloj misku që ekziston në tokë. Pse? Sikurse në sezonën e haxhit, që Allahu Gjelle Gjelaluhu lavdërohet para melaçeve të tij, që i sheh robërit e tij në fushën e Arafatit
të gjithë me një pamje të njëjtë, të pluhnosun, të lodhën. Atëherë, vëllezër të dashur, Allahu xhelle xhelaluhu këtë gjendje e don. Edhe ne këtë gjendje që Allahu e don, na nuk pritojmë. Edhe të njëjtën kohë populli jon kalon traditë bukur në historinë e vet kombëtare, e që një ndër historitë e bukura të tij që lidhet ngushtë me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që era e agjerusit ose era e gojës agjerusit është më e rëndë, mirë po Allahu e dën më shumë se erën e miskut. Agjerusi i këtij populli dhe këtyre vendeve dhe këtyre trevave është regjistruar me shkronjat e arta, e ka punu tokën me mjete më primitive, ka pështy gjak edhe nuk e ka prish. Për shkak se ka qenë i lidhur në ngushtë me fjalën e Zotit, me kënaqësinë e Zotit, ka dashur ta respektoj këtë vendim të Allahut, i cili është obligim për ata që kanë mundësi. Pastaj të dashurit e mi, për ty, o vëlla i motër, që ngritesh në sufër, e deri në iftar, dije se melaçet e Allahut për ty lutën. A di që do më thonë me u lutë melaçet e Zotit për ty? Që lutja tyne mos më u refuzu. Kjo është një veçori të cilin Allahu dhul xhelal ummeteve para ummetit Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, Allahu nuk ja ka dhuru. Nuk ja ka dhuru. Këtë mundësia ka dhuru vetëm agjerusit ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Që ti të agjerosh, atë njëjtën kohë e ki një imunitet të fortë, e ki me veti një mundësi, një motivim shtesë, gjithmonë dije se meleku po lutet te Allahu për ty. Janë melekët e Allahut special, cilët vinë edhe të motivojnë, të rimenojnë, lutën ata te Allahu për ty, për lodhet e tua, për urit, për etjet, për gjitha hallet dhe dertet që i ki, ato lutën te Allahu për ty, o agjerus. E treta, për agjerimin tënë, për këtë sakrificë, sidomos këtë sezon të verës, e cila është koha më e gjatë, dita më e gjatë, me mundime, më e nxehta, është edhe më e gjatë, edhe më e nxehta. Allahu xhelle xhelaluhu për çdo ditë, ti që ke me agjeru, inshallah, e ka zbukuru edhe ka hieshu xhennetin. Madje ju ka drejtu xhennetit, ka thonë lumt ata që po vinë te ti. Me gjithat zbukurimi shumë i madh që bëhet drejt për i dorës Allahut. Jo me i thonë melaçeve zbukurone, po vetë Allahu xhelle xhelaluhu për ta zbukuru këtë xhenet për ty agjerus, edhe të njëjtën kohë aq është i bukur xheneti, saqë në xhenet ka sa syni nuk ka pa, veshi nuk ka ndëgju, imagjinata ju nuk din me imagjinu sa bukur, por megjithatë Allahu xhelle xhelaluhu i ka thonë xhenetit i lumi ti kush po të vjen. Çfarë privilegj, çfarë ngritje po të bën ty o agjerus i lumi Zot. Po i thot xhenetit i lumi ti kush po të vjen. Pse? Pse Allahu po don që ti në agjerim komplet më u shkund prej mëkateve, se në xhenet nuk shkohet me gjunahe. Është mundësia e artë, ti një farforme Allahu ty po të ngrit për shkak këtij agjerimi, madje pe atë i kalon bukurive, edhe zbukurimeve, edhe hieshis se xhenetit ti agjerus. Allah i le, nëse këtu i meditojmi, a ka vështërsi pastaj? Pastaj në anën tjetër, ne po agjerojmë, por dije i dashur i vëlla dhe nderuara motër, se për një ditë që ti duke agjeru, 70 vjet Allahu ta largon fytyrën tonë prej xhehenamit. Cilit xhehenam? Të cilin atë xhehenam Allahu e ka kriju, i cilin ka vend diell e hanë tokë e qiell me shtynë çka ka. Aty po të siguron Allahu, po ta jap një imunitet që do të jesh i sigurt 70 vjet larg këtij për një ditë. A vetëm një ditë, e cila është vetëm një ditë e kiametit, e cila do të zgjasë sa 50.000 vjet,
e që dielli do të jetë përmbi qafat tona dhe përmbi supet tona sa një plom, të dashurit e mi e kemi mundësin për me një ditë e cila zgjat relativisht 50.000 sekunda për t'ja pagu Allahut për 50.000 vjetë në ditë kiametit. Kjo është mundësia artë. Kjo është mundësia artë. Prandaj paramendohet ti kur qosh syfyr, llogaritë se ti nëpërmjet këtij agjerimi që po e bën për hatër të Zotit, aty ku shumë fal po e bën jetë deri në iftar, do të deri në ezan të akşamit, ti llogaritë se me këtë agjerim je duke e pagu qëndrimin tënë para Zotit, i cili do t'jesh i sigurt që do të zgjatë sa 50.000 vjetë. 50.000 vjetë. Që dikush ka mu fundos njerëz se ti deri te zësh të komës, dikush deri te gjujt, dikush deri te shoka e ti, dikush deri te gjoksi i ti, dikush deri te fyty i ti, besa dikush ka me sharru krejt. Allahu Dhul Gjelal na amnestoft, ja Rabbel Alamin, për gjitha rasteve që ka mundësi njerëzit, po të jemi ja Rabbi në hijen e arshit, që nuk do të ketë hije tjetër pas hijes së tij. Pastaj në këtë muaj mundësia për të hapru, mundësia madje është një muaj në të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu ta ka dhënë mundësinë ti ato sevape që ke bërë gjatë 11 muajve të kaluam me i konfirmu para Zotit, me i rujt, se na shpesh harrojna sevape që pi bojna, a kanë mundësi me na ik e bona një sevap sot, por pas një kohë, nëse nuk dimi me rujt këtë sevap, ka mundësi ai sevap më na ushly të Zoti. A në Ramazan është mundësia edhe për me siguru ekzistencën e këtij sevapi, por edhe është mundësia për ta shly gjunohin që kemi bë, por jo vetëm për ta arrit faljen e Zotit, por është edhe një mundësi tjetër për ta shly prej fletureve tona. Jashtë Ramazanit mundum vetëm me arrit faljen e Allahut. A në Ramazan mundum me arrit shlymjen, ka dallim me tu fal dhe ka dallim me tu shly. Mos me të ekzistu fare ty në fleturën tonë. Për këtë arsye në dhjetën e fundit e lutem Allahun Dhul Gjelal me lutjen e njohur, të cilën e ka pyet Aisha radhiyallahu ta'ala anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe atë lutje i madh edhe i vogël, fa'fu anni, Allahu na i shlyt mëkatet tona, Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni, ose fa'fu anna, o Allah ti je i cili shlyn mëkatet, edhe e don me ja u shly mëkatet, na i shly mëkatet tona. Kjo është mundësia e artë. Pse? Imuniteti i imanit tonë është shumë më i madh në Ramazan, për shkak se armiqësia e shejtanit është e bllokuar, është e lokalizuar, është e limituar, nuk është e njëjtë haprimi dhe rrugtimi drejt teje, për shkak se në Ramazan ai është i bllokuar, ti je më i lirë, ti je shumë më i pavarur prej tij. Prandaj mundsoje vetvetes tënde që tash ato gjënoa të cilat të ka mashtruar shejtani, le që kimi shly, por komplet ato Allah ti shëndrën, i lumi Allah në sevape. Kjo është mundësia e artë që jepet muslimanët në Ramazan. Pastaj vëllezër të dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë muaj fal, edhe nxjerr listat xhehenamit, i transferon në listat xhennetit. I nxjerr njerëzit për aty në listave të xhehenamit, i çon në listat e xhennetit. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a është fjala për natën e Kadrit, a është fjala për çdo natë? Përgjigjja e pejgamberit alayhi salatu wasallam ka ardhur shumë interesante. Ka thonë Allahu ose punëtorit i paguhet haku në fundin e ditës tij. Kështu ka ardhur përfundimi. Që do të thotë, tash të mendojmë mirë na për Allahun, se në fund çdo dite dhe në fund çdo nate është mundësia e artë me fitu këtë grandë të madhe të Allahut, i cili po don ty me të pështu pe zjarrit e xhenemit. Mos pritojmë.
Por gjitha këto privilegje ti mendojmë, fëmijëve tonë t'ja mësojmë, grave, farefisit, vëllezër dhe motra, ta dinë se është një mundësi që nuk përsëritet jashtë këtij muajit. Prandaj shfrytëzo. Prandaj mos prito. Prandaj dije se edhe gjumi yt, nëse e bën një jetë për të forcuar në adhurim, nuk është i njëjtë me atë i cili flan vetëm për ta pushuar trupin e tij. Prandaj edhe lodhjet ja vlejnë, edhe mundimet ja vlejnë, edhe në asnjë rrethone nuk guxojmë të hequm dorë për kësaj bukurie të jashtëzakonshme dhe kësaj mundësie të ardhë që na ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu. Ramazani, çka më bën atash para Ramazanit? Kjo le të jetë një porosi në këtë të bëjmë të bekuar inshallah. Prej tash na kanë mbetë edhe 5 apo 6 ditë. Ta përgatitëm një tëube istikfar të madhe para Allahut, që nëpërmjet kësaj tëube dhe istikfarit tonë, që ta prezantojmë para madhërisë së Allahut, Allahut na jep sukses që të fitojmë këto mundësi që na ka dhuru, edhe na ka prezantu, edhe na ka premtu. Allahu premtimin e mban. Por topi është në anën tonë, mundësia është në fushën tonë. Na apo dojna me hapru, na apo dojna me marr iniciativë që Allahu xhelle xhelaluhu premtimin e tij të realizoj për mbi ne. Askush, askujt mos ja hedh fajin, por prej tash ta përgatit një tëube istighfar që ta prezantoj para Allahu xhelle xhelaluhu në mënyrë që ta fitoj një kënaqësi të veçantë tek Allahu te baraka ve taala, në mënyrë që të arrijë një sukses të madh. Zoti nuk don prej teje dashurim që vetëm të abstenohesh dhe të praktis ushqimin dhe pijen tënde dhe epshin tënd, por Zoti don që ti komplet ta braktisësh të keqen, të urrejtjen dhe të neveritërën. Sikurse është transmetuar prej selefus salih, të cilët kanë thonë nejlis fi masajidina, rrini në xhamia tona, nahfadh sawmana wala naqtabu ahada. E ruajmë agjerimin ton edhe nuk e përgojojmë askënd. Prej këtij citati e dimi se nëpërmjet mëkateve siç janë përgojimi, bortja fjalëve, rrëna, dëshmia rrejshëm, tradhtia, mëkate të tjera e rrezikojnë bindshëm edhe seriozisht agjerimin tënd. Zoti don ty komplet të abstenohesh jo vetëm prej ushqimit, por abstenohu, por stopohu, por braktise komplet mëkatin, në mënyrë që ky muaj me plot kuptimin e fjalës të dallohet prej muajve të tjerë, orët e tij, ditët e tij, natët e tij të jenë shumë normale që do duhet të dallohen. Prej tash preokupohu ti për agjendën e muajit shenjtë Ramazan, se nëpërmjet këtij preokupimi Allahu Dhul Xhelal do ta jap këtë mundësi. Por nëse ne nuk preokupohemi, por nëse ne nuk përgatitim agjendën për agjerimin ton, për namazin e taravive ton, për sejdët e tona, për kryerjen e obligimeve farzave tona, për kryerjen e të gjitha obligimeve që lidhen me adhurimin e bekuar të muajit shenjtë Ramazan, atëherë është mundësia shumë e limituar për ta fituar atë kënaqësi të madhe të Allahut Dhul Xhelal. Me plot kuptimin e fjalës, me këtë agjerim edhe me këtë muaj të bekuar i cili po vije, vëllezër të dashur, ta realizojmë me plot kuptimin e fjalës, ta realizojmë kërkesën e Allahut i cili thot Allahu në Kur'an: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jeni komuniteti më i bekuar, jeni njerëzit më të dalluar, sepse ju udhëhesni ose sepse ju i largoni njerëzit nga të këqijat dhe i urdhënoni në të mirë, këtë bëni pse ju i besoni Allahut atij ku shumë fal. Prandaj prej tash ta ngrisëm nivelin e vetdijes, të lutemi Allahun Dhul Xhelal që ta përmirësoj gjendjen e ummetit Muhammed alayhi salatu wassalam, që është një gjendje katastrofike, edhe e vetdijes, edhe e gjendjes, çfarë gjendje të gjithë e dimi se çfarë jemi duke jetuar, çfarë jemi duke kalu, ta rrisëm
nivelin e dashurisë për Allahun dhul xhelal, ta lutum Allahun xhel xhelaluhu të shtohet vetdia popullit ton, të shtohet vetdia dhe çësia serioze ndaj kryerjes së obligimeve të Allahut, ndaj braktisjes dhe ndaj bojkotit që do duhemi apo haramit dhe të keqës, andaj mundësit këtu, vëllezër të dashur, asnjëri prej neve nuk i ka të garantuar që do t'i vije koha për t'i gjetë, prandaj shfrytëzoje atë ditë, thuti le të jetë dita e fundit e jetës tënde. Kur ne paramendojmë se këtë ditë është dita e fundit, unë jam i bindur se secili prej nesh do të ketë mundësi që të jetë më serioz në çastin e tij drejt adhurimeve të Allahut atij i kufshëm fal. Për këtë muaj, për mirësitë e tij, për begatitë e tij, aq është temë e gjerë, aq është temë e thellë, saqë thellësirat e çdo oqeani që ekzistojnë në tokë janë shumë të cekta në krahasim me bukuritë dhe thellësitë e mirësive të muajit shenjtë Ramazan. Elus Allahu dhul xhelal që këto fjali të cilat do të thotë i prezantuam tek ju, Allahu xhalla xhelaluhu të jetë i kënaqur, inshallah na mundson që të arrijmë muajin e shenjtë të bekum, që të fitojmë mundësinë e ardh për t'u fal dhe të njëjtën kohë për t'u amnestu dhe agjerim të lehtë, agjerim të freskët, agjerim të pranum, ja Rabbel Alemin, innehu waliju dhalike wal qadiru alehi. Faleminderit shumë vëmendje, qofshet faqebardh. Se për këtë pyetjeve unë kam adet që në këtë xhami pyetjeve ja u lam përgjigjen te hoxha juaj edhe hoxha jon hoxha Ekremi, Allah e rujt ja Rabbel Alemin. Me kaq unë përfundoj wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.